Ushimet në Maldive dhe Zanzibar janë bërë shkaktar që qytetarët i sjellin infeksione tropikale në Maqedoninë e Veriut. 8 raste të Nilit Perëndimor, 4 raste me malarie, 3 me virusin e dengës dhe 1 me virusin Zika tashmë janë prezente në vendin tonë. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë, pas një periudhe 2 vjeçare pas një rast të raportuar, malaria u shfaq sërish me 4 të prekur, ndërsa ministri tregoi për rrezikshmërinë e këtyre infeksioneve. Zika ka një ndikim negativ te gratë shtatzën, dengu është në një ethe hemoragjike, nevojitet kujdes. Ka informacione për malarien se në forma të rënda mund të jetë vdekje prurse. Apel për njerëzit që udhtojnë në Afrikë dhe Oqeanin Indian, veçanërisht në Zanzibar dhe Maldive, që të ndjekin rekomandimet OBSH-s mbi nevojën për vaksinim. Edhe pse përqindjet janë shumë të vogla, është e nevojshme që njerëzit të marrin masa paraprake dhe përveç kësaj ti paralajmërojnë mjekët e tyre familjar dhe specialistët e sëmundjeve infektive që domosdoshmërisht të marrin parasysh historitë e udhëtimit në Afrikë dhe rajonin e Oqeanit Indian. Kurse sa i përket Nilit Perëndimor, 2 raste janë nga qershori ndërsa të tjerat janë aktuale. Njëri prej infektimeve, siç njoftoi ministri, lidhet me një udhëtim në Greqi, ndërkohë që të tjerët dyshohet se janë transmetuar brenda territorit të vendit. Personi që dyshohet se importoi është rreth të 40-tave, ndërsa pjesa tjetër e pacientëve i përkasin grup moshës 60 deri në 70 vjeç. Rastet i përkasin rajonit të Shkupit dhe Velesit. Tek të 7 rastet, ministri tha se është reaguar sipas procedurave epidemiologjike. Gjegjesisht është bërë dezinfektimi një distance prej 200 metra nga vendi i tyre i banimit, që është një procedurë e rregullt epidemiologjike, ndërsa një person ka refuzuar këtë procedurë.